Nostradamus i gjallë trondit botën ja çfarë ka parashikuar për vitin 2026. Athos Salome, i njohur ndërkombëtarisht si Nostradamus i gjallë, është rikthyer në skenë duke shpërndar profecinë e tij për vitin 2026, një vit që ai e konsideron të mbushur me ngjarje të rëndësishme dhe të rrezikshme për njerëzimin. Salome, i cili ka fituar famë për parashikimet e tij të sakta, përfshirë ato të pandemisë COVID-19, tani po paralajmëron për një fenomen natyror që ai thotë se mund të ketë pasoja të mëdha stuhi diellore. Në një intervistë me Unilad, Salome shpjegoi se shqetësimi i tij më i madh për vitin 2026 lidhet me aktivitetin në rritje të diellit dhe mundësinë e stuhive diellore masive që mund të prekin planetin ton. Ai theksoi se ky aktivitet ka filluar të rritet që nga viti 2024 dhe se stuhit diellore janë fenomenet që mund të ndodhin papritur dhe të kenë pasoja të drejtë për drejta në jetën e përditshme, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë, probleme komunikimi dhe dështime teknologjike. Salome ka paralajmëruar gjithashtu se aktiviteti diellor është veçanërisht i paparashikueshëm dhe ndryshe nga ngjarjet si tensionet gjeopolitike apo ciklet ekonomike, stuhi diellore mund të ndodhin papritur pa paralajmërime të qarta. Megjithatë, shkencëtarët pohojnë se cikli aktual i aktivitetit diellor ka arritur kulmin e tij. Dhe NASA ka konfirmuar se stuhi të tilla mund të prishin fushën magnetike të tokës dhe të shkaktojnë ndërprerje të shërbimeve të energjisë dhe teknologjisë, por nuk paraqesin kërcënim të menjëhershëm për jetën njerëzore. Përveç stuhive diellore, Salome ka parashikuar disa ngjarje të tjera për vitin 2026, përfshirë një mundësi për një konflikt global që mund të përfshijë fuqitë e mëdha si Kina dhe Rusia, si dhe një sëmundje të re vdekjeprurse që mund të shkaktojë përçarje ndërkombëtare. Ai gjithashtu theksoi nevojën për të forcuar mbikëqyrjen globale të rreziqeve shëndetësore, sidomos për shkak të përpjekjeve të BE-s për të miratuar vaksinat të reja të modifikuara të RNA-s. Pavarësisht se Salome nuk parashikoi një tjetër pandemi të ngjashme me COVID-19, ai vlerëson se viti 2026 do të jetë një vit me rreziqe të shtuara dhe kërkon që njerëzit dhe institucionet jenë të përgatitur për ngjarje të papritura dhe katastrofa natyrore. Me këto parashikime, Athos Salome vazhdon të mbajë një vend veçantë në trinitetin modern të profetëve, duke u shndruar në një figurë kyçe në diskutimet për të ardhmen e pasigurt të botës.